Do të ndjekim tani së bashku një konferencë nga kryetari i Gjykatës së Lartë, zoti Sokol Sadushi. Dhe detyrimit për informim do të paraqes disa dhëna thelbësore mbi funksionimin e Gjykatës së Lartë për vitin 2025. Për vetë pozicionin që mban, ky institucion do lidhet ngushtë edhe me funksionimin e niveleve të tjera të gjyqësorit dhe me kapacitet reale të sistemit. Për këtë arsye, në zëtësinë e kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe njëkohësisht të kryetarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, e konsideroj të domosdoshme edhe një ndalim të shkurtër tek gjendja dhe nevojat e burimeve njerëzore në drejtësi. Prandaj kjo deklaratë ndahet natyrshëm në dy pjesë: rezultatet e Gjykatës së Lartë për vitin 2025 dhe disa problematika strukturore që kushtozojnë funksionimin e sistemit në një realitet që ende nuk mund të quhet normalitet institucional. Gjatë këtij viti, Kryeministria e Gjykatës së Lartë është udhëhequr nga 3 prioritete thelbësore. Një, menaxhimi i backlogut në mënyrë të përgjeshme, pa cënuar cilësinë e vendimarrjes. 2, konsolidimi i praktikës gjyqësore përmes njësimit dhe orientimit të saj. Dhe 3, forcimi i legitimitetit institucional përmes transparencës dhe respektimit të standardeve të një gjykimi të drejtë. Ky është vizioni i një gjykate moderne, jo thjesht ritëm dhe shifra, por cilësi, qëndrueshmëri dhe besim publik. Ulja e backlogut në 61% është një tregues domethënës i performancës së Gjykatës së Lartë, veçanërisht në kushtet kur në gjykatat e apelit stoku i çështjeve vijon të rritet. Rezultati i arritur është produkt i një volumi pune të jashtëzakonshëm, i disiplinës institucionale dhe një strategjie të qëndrueshme. Kështu në 5 vitet e fundit janë dhënë 39.269 vendime, duke e reduktuar backlogun në 14.081 çështje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë dhënë 6.876 vendime, prej cilave 2.506 nga kolegji administrativ, 2.395 nga kolegji civil dhe 1.975 nga kolegji penal. Krahas 4 vendimeve njësuese, të cilat kanë përcaktuar standarde e reja për zbatimin e ligjit, presi zgjidhjen e tyre edhe 4 vendime të tjera. Referuar numrit të vendimeve të dhëna dhe 2513 çështjeve të reja të regjistruara pa raporti i vendimeve të dhëna dhe çështjeve që regjistrohet, norma e likuidimit të çështjeve ka arritur në 273%. Çdo gjyqtar ka dhënë mesatarisht rreth 429 vendime në vit. Këto shifra nuk përfaqësojnë një normalitet gjyqësor, ato janë stërmundim profesional dhe dëshmi se Gjykata e Lartë ka ruajtur funksionimin e sistemit nën presion të vazhdueshëm strukturor. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Nuk ka kaluar testin e pranueshmërisë 60% e rekurseve në kolegjin civil, 71% në kolegjin administrativ dhe 82% në kolegjin penal. Përjedhoj, koha gjyqësore po shpenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Kjo nuk i shërben as qytetarit, as shtetit dhe as vetë drejtësisë. Në fushën administrative dhe pjesërisht në atë civile, rekurset e papranueshme u përkasin kryesisht organeve publike. Në vitin 2025, organet publike rezultojnë gjyqëhumbëse në 55% të çështjeve administrative, ndërsa individët dhe subjektet private në 42%. Në fushën penale, prokuroria rezulton gjyqëhumbëse në 18.4% të çështjeve, ndërsa individët në 80.2%. Kjo situatë evidenton problematika në përfaqësimin ligjor, mos hartimin siç duhet të rekurseve, mos ndjekjen apo mos njohjen e praktikës të Gjykatës së Lartë dhe ngatërimin e rolit të gjykatës kasacionale me gjykatat e faktit. Filtri kasacional në hyrje i zbatuar nga kolegji administrativ ka funksionuar me eficiencë. 32% e rekurseve administrative të regjistruara janë konstatuar haptazi të pabazuara, duke frenuar shtimin artificial të çështjeve në pritje. Ulja e backlogut reflektohet edhe në dinamikën e kolegjeve përkatëse. Kolegji penal ka hyrë në gjykimin e çështjeve të regjistruara në vitin 2025, duke eliminuar plotësisht backlogun penal. Kolegji administrativ vijon me performancë shumë të mirë, ndërsa kolegji civil ka arritur ndjeshëm kapacitetin e përfundimit të çështjeve pavarësisht nga kërkesës historike. Gjykata e Lartë në ushtrimin e kompetencave të saj ka zgjedhur gjyqtarin e gjykatës kushtetuese në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe me ligjin, duke ruajtur legitimitetin institucional të vendimarrjes e konfirmuar më pas edhe nga kontrolli kushtetues. Transparenca mbetet orientim kryesor. Komunikimi publik, buletini elektronik dhe baza e dhënave Judix janë forcuar, duke rritur aksesueshmërinë në praktikën gjyqësore.
Edhe bashkëpunimi ndërkombëtar është forcuar në mënyrë të dukshme. Organizimi nënlor i Konferencës së Kryetarëve të Gjykatave të Larta të Europës Qendrore dhe Lindore, pjesëmarrja aktive në rrjetet europiane, si dhe besimi dhënë Shqipërisë për organizimin e World Law Congress 2027, janë tregues konkret të kësaj besueshmërie institucionale. Rezultatet e Gjykatës së Lartë janë reale, por ato nuk përfaqësojnë panoramën e plotë të drejtësisë shqiptare. Sistemi sot prodhon backlog të ri për shkak të mungesave strukturore. Çdo ngarkesë e krijuar sot në shkallë të parë dhe në apel, nesër do të jetë ngarkesë për gjykatën e lartë. Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtarë efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do të thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij, ose me 110 gjyqtarë më pak. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028 nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Nëse i referohemi standardeve të SEPESH-it, Shqipërisë do të noviteshin rreth 587 gjyqtarë, që kanë nxjerrë në pa një disproporcion të thellë ndërmjet nevojave reale dhe kapaciteteve aktuale të sistemit. Ky realitet dëshmon mungesë vizioni strategjik për hyrjet e reja në sistem. Sot është domosdoshmëri të merren masa konkrete për korrigjimin e menjëhershëm të kuotave të pranimit në shkollën e magjistraturës. Në këtë panoramë të përgjithshme mungesash, gjykata e apelit përbëjnë sot hallkën më kritike të sistemit gjyqësor, duke funksionuar me vetëm 55.9% të trupës gjyqësore të parashikuar, që ka rrezikon seriozisht aftësinë e tyre për të përballuar volumin e çështjeve dhe për të garantuar afate të arsyeshme gjykimi. Në këtë atmosferë presioni strukturor, Gjykata e Lartë ka garantuar funksionimin e sistemit përmes përgjegjësisë institucionale dhe punës intensive, pavarësisht mungesës së kapaciteteve reale. Kjo është sfida thelbësore e drejtësisë sot, jo thjesht të funksionojë fal përpjekjes së jashtëzakonshme të njerëzve që e mbajnë në këmbë, por të garantojë që ky funksionim të jetë i qëndrueshëm. Një sistem nuk mund të mbështetet pafundësisht në sakrifica individuale. Pa politika për njerëzit, pa investim në kapacitetet njerëzore dhe pa vizion afatmesëm, nuk ka drejtësi që reziston. Qytetari nuk pret justifikime, por kërkon funksionim të drejtë, cilësor dhe në kohë të sistemit gjyqësor. Ju faleminderit. Kjo ishte një deklaratë me të dhëna të përgjithshme, ato më konkrete sigurisht që nëse do jeni të interesuar mund t'i gjeni në institucionin tonë, kështu që tani mbetemi hapur për pyetjet tuaja. Po, urdhoni. Faleminderit për pyetjen. Atëherë, për sa i përket situatës në cilën ndodhen dy kolegjet e tjera, sepse për kolegje penal unë e përmenda në deklaratë që tashmë nuk kam më backlog, kjo dhe fal punës së tyre, por ndërkohë dhe numrit më të pak të çështjeve që ka pasur ky kolegj në raport me dy kolegjet e tjera, në vend të dytë është kolegji administrativ, i cili po gjykon aktualisht çështjet e vitit ka hyrë në vitin 2019. Por viti 2019 është viti me numrin më të madh të çështjeve dhe pastaj duke shpresuar që deri nga gjysma e dytë të ketë përfunduar ky vit, pastaj vitet e tjera do kalojnë shumë shpejt dhe ndoshta edhe kolegji administrativ do të jetë po ashtu si kolegji penal, ndoshta për 1 vit 2 vjet në këtë situatë të mos pasës backlogut. Ndërkohë që kolegji civil që ka numrin më të madh të çështjeve dhe ka një ritëm shumë të lartë të çështjeve, po gjykon çështjet e vitit po përfundon vitin 2016 dhe është në vitin 2017 dhe tek tuk në një çështje e procedurës veçante dhe vitit 2018. Kjo është pak a shumë situata në cilën ndodhet gjykata e lartë për sa i përket backlogut. Në fakt, ulja 61% e backlogut është sukses. Natyrisht ngelet pjesa tjetër. Janë rreth 39% e çështjeve që janë pa gjykuara dhe kjo nuk mund të na kënaq me faktin sepse kemi arritur sukses në uljen e backlogut. Por ama është një trend që dëshmon për një punë serioze dhe të stërmendimshme të gjyqtarëve gjykatës së lartë dhe të stafit timës për të arritur në këto shifra që ne kemi sot. Për sa i përket rekurseve, në fakt unë çdo vit që dal përpara jush e evidentoj këtë fakt. Mund të pyes ndokush që pse evidenton faktin, sepse në fund gjykata je drejtësi.
Unë kam detyrimin për ta evidentuar sepse ajo që të bën përshtypje është që si ka mundësi që rekurset ende nuk bëhen në formatin që kërkon ligji. Tashmë me ndryshimet që ka mësuar legjislacioni procedural, sidomos mas vitit 2021, rekursi është shumë i standardizuar. Nuk mund të vijë çdo çështje në gjykatën e lartë. Nuk mund të kërkohet çdo lloj pretendimi në gjykatën e lartë. Dhe për fat të keq në rekursit që unë kam përmendur si rekurse të pasuksesshme, pikërisht është kjo arsye që shkaqet në të cilat ata bazojnë rekursit nuk janë të përputhura me standardet që kërkon pikërisht ligji. Dhe gjykata kur shikon që shkaqet e paraqitura nuk përputhen me ato 3 shkaqe ligjore, sigurisht që rekursin e konsideron hapëse të pabazuar dhe korrigoj vendos papranueshmërinë e tij. Ky është pak a shumë thelbi. Më shumë është e dukshme në çështjet me fal shtetin. Pra, administrata publike ka një numër shumë të lartë të çështjeve në raport me individin. Pra, rekurset me më shumë mos sukses vjen re në rekurset me fal shtetin në raport me individin. Po kjo është një thirrje që u bëhet si avokatëve të shtetit, si avokatëve privat, ashtu dhe prokurorisë, e cila nga ana saj ka një numër më të ulët të rekursive të papranueshme në raport me rekurset e individit. Po. Ndoshta ju du ta vlerësoni pozitivisht këtë fakt. Nuk e di nëse mund të quhet përplasje, unë jam treguar i hapur, unë kam një përgjegjësi të madhe, e para një herë sepse unë drejtor gjykatën e lartë, e dyta dhe për më tepër që jam një ndër hartuesit e reformës së drejtësisë. Dhe unë nuk mund të shprehem vetëm pozitivisht dhe me superlativa për çdo lloj gjëje që po ndodh. Sigurisht që unë do ta mbroj atë që të paktën bashkë me kolegët e mi e kemi hartuar, arkitekturën, por unë mund të jep shumë kritik në mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi, dhe këtë e kam deklaruar në mënyrë të vazhdueshme. Natyrisht kam qenë i kujdesshëm, por kam qenë edhe më tepër kritik, ndoshta edhe nga ç'do duhet, për arsye sepse sistemi nuk po funksionon siç duhet. Dhe arsyeja kryesore është që nuk ka një planifikim të qartë nga organet e qeverisjes se ku duhet të shkojnë. Unë jo pa qëllim përmenda në këtë deklaratë përshtypje dhe numrin e gjyqtarëve. Unë vazhdimisht edhe në pozicionin e kryetarit të Këshillit Drejtues së Shkollës së Magjistraturës, edhe si ish drejtori i kësaj shkolle, e kam ngritur problematikën e numrit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që duhet të jenë pjesë e shkollës. Shkolla ka një numër të kufizuar, natyrisht të paktën ka shuar deri në 80-90 kandidatë për magjistrat, dhe duke patur parasysh edhe këshilltar ligjor. Por ama është papranueshme që edhe unë kam qenë tepër kritik ndaj Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë Prokurorisë, që në numrin e planifikuar të kuotave në vitin e kaluar, nga 40 që kishin qenë më parë, kalojnë në 20. Dhe këtë vit ajo kalojnë në 10 gjyqtarë. Dhe po ashtu edhe prokuror. Kjo tregon për një mungesë vizioni në planifikimin e çështjeve. Për sa i përket pasaj mënyrës se si funksionon në tërësi i gjithë sistemi, padyshim që unë do përpiqem të jem realist në kritikat e mia, por unë kam detyrë që të ngërë zërin në emrin tim personal, por edhe në emër të institucionit që përfaqësoj, edhe në emër të asaj që unë kam hartuar së bashku me kolegët e mi, që kjo reformë duhet zbatohet me sa më pak dëme. Dhe në fakt, unë jam optimist për mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi.